Precizoj. Se kapa ato. Pra këtu është gjithçka, deri tash është gjithçka perfekt i shku, në kuptimin edhe të si të pranimit të këtij realiteti, sepse ky realitet është i tillë dhe është i çuditshëm për mendin. Ande unë s'po mundem me besu se si mundet me do ta them edhe këtë fjali. Se si mundet me ndodhë një subjekt politik qeverisë 4 vjet, del motët qytetar bjen pak, bëhet një blokad, mrena një viti dhe ngritet prapë më rrin ato. Ngritja është rapide. Kjo do një ekspertizë, nuk është vetëm një studim, po ekspertizë. A është ky impulsi ose injeksioni që ka ardhur nga diaspora që një pjesë domosdoshmërisht është, megjithatë jo krejt. Jo krejt. Dëgjam nuk edhe 16% i trupit elektoral domon 17 deputet i ka fitu për i mërgote, ja u poftojë. Janë kushtrim është legitimiteti ende në anën e Zotit Kurti dhe vetëvendosjes, është një përqafim ende i madh brenda qytetarësh për këtë subjekt politik, dhe e dyta është ende një lloj ndeshkimi i elitës të vjetër. Sidomos këtu zgjedhje më vetë të shkuet elita vjetër që 6 vjet është pushtet, çu kuptoj me çito. Po s'ka bë reforma. S'ka bë reforma. O dënor. I cili dënor ti je politikolog. Po ani çka do të thonë, do të pajtu çka thosh ti janë politikolog. Ti je njëri librave. Votet ndaj keshin me ty njerëzit. Shiko, qësh mund me akuzu... Per me kanë keshen qytetar, jo prit, me kanë qeshen qytetar të mund me akuzu dikon që 6 vjetë se ka morë asë një vendim për këtë vend. Nuk është talim dështim për vendim, e ki gabim. Drenori insiston të po s'pom lena as me dhonë mendimin ai deri në fund. Jo reflektimi i pjesës opozitare. Duhet me ndëshku dikon në atash në zgjedhjet që të vinë mas 4 vjetëve për shkak se luft në dytë botërore ka qenë konë Mencia në menoj që s'është hajgare, unë menoj që ndëshkimi ndaj partive opozitare ka ardhur jo për shkak të vendimarrjes. Se kjo që më thot Halili është se ja bën pa drejt të Drenorit. Shumë pa drejt më botë dy, sepse ne do mendimin ta shumë pa drejt. Po më shumë pa drejt. Vazhdo në argumente. Sepse çdo më se nuk e ke shu studion, vazhdo. Unë nuk kam asnjë arsye me shu studion, sepse nuk goxha në rend drejt. Ai që do të më shu studion më kërku folë qytetarëve që i ka të merru, besoj që jeni ju. Vazhdo me persona ku me godit edhe s'merrin kus ku me talon. Jo me kritikuar. Me kritikuar. Merrin kuptuar, merrin atë tabonin e mendimit në atë politik një socialistit vëtsëm. Vazhdo me argumente. A ke sa i që lexoj, a ke sa i libra, socialisti vogël. Vazhdo me argumente mosumere. O Halil, jo personale. Lenini u kon gjenime kështu fu libra. Po Lenin, edhe Stalini, edhe Enveri. O Halil, le tash prallat për Trockin, vazhdojmë me kështu. Po, na do të ka dalë të mësohemi me këtë rezultate. Di që dikush mund ta ketë më vështirë me përbi, po është i tillë. Edhe për mua ka qenë, po them, është surprizë ky rezultat, sepse s'kemi prit me 45 që mund të shkojnë me gjithë mërgatën. Pse duhet me prit, pse duhet me ndryshu. Kjo është për mendimin tim saktësisht ose si s'ka pas qytetare alternativë. S'ka pas alternativë dhe u kry ka thonë sa i lon këta me blokada, ja ktheja 5 votën. Edhe kjo përvret që ky elektorat i LDK-s